Detajet të reja janë zbardhur mbi zhdukjen e 34 vjeçarit Eglant Koçi më 4 qershor në Tiranë. Ai dyshohet se është ekzekutuar nga shoku i tij, Armand Shakaj, i cili është shpallur në kërkim. Nga hetimet dhe pamjet e kamerave të sigurisë, rezulton se Koçi është parë për herë të fundit në lokalin e Shakajt, në zonën e sheshi Wilson, nga ku nuk doli më. Ndërkohë policia e Tiranës ka dalë me një njoftim zyrtar, ku raportoi se Koçi dyshohet jetë mbajtur peng nga Armand Shakaj, i cili dyshohet ta ketë marrë me vete 34 vjeçarin me automjetin që është sekuestruar si provë materiale, ndërsa në pranga është vendosur Enea Zyferi, 25 vjeç, i cili dyshohet se e ka ndihmuar Shakajn për rrëmbimin e 34 vjeçarit. Sipas burimeve, Zyferi punonte kamarier në lokalin e Shakajt, ndërsa dyshohet të ketë qenë dëshmitar i vrasjes së Koçit. Ky i fundit rezultonte i punësuar në një mobileri, por policia dyshon se ai ishte i përfshirë në aktivitetin e kriptomonedave, që është një ndër pistat hetimore mbi të cilat është fokusuar policia. Policia po vjon kërkimet për gjetjen e trupit të riut, si dhe po punohet për kapjen e Armand Shakajt.